Tjetër skandal shembet bankina në rrugën Pogradec-Qaf Ploç. Një pjesë e trotuarit në aksin Pogradec-Qaf Ploç në segmentin që kalon pranë fshatit Gështenja së shembur plotësisht. Shembja është konstatuar ditët e fundit, ndërsa bashkë me rrëshqitjen e trotuarit raportohet se janë dëmtuar edhe rrjetet nën-toksore. Rrëshqitja është e konsiderueshme dhe për momentin nuk dihet nëse ajo rrezikon edhe karraxhatën e rrugës. Përveç dëmtimit të trotuarit, ky aks prej muajsh është pa ndriçim, ndonse kalon mes zonave të banuara, duke rrezikuar seriozisht jetën e këmbësorëve. Sipas të dhënave, rikonstruksioni i rrugës, zgjerimi i korsive, vendosja e trafikndarsëve, trotuarve dhe sistemi i ndriçimit përfunduan si investim në shtator të vitit 2018. Aksi Pogradec-Qaf Ploç njihet prej vitesh si një nga njollat e zeza të juglindjes sa i përket aksidenteve rrugore.